Eureka, thirrja që na çon te fitoria. Eureka është një thirrje që simbolizon momentin e ndritshëm të së vërtetës së zbuluar. Arkimedi e shqiptoi këtë fjalë legjendare kur, sipas rrëfimit, kuptoi parimin e zhytjes së trupave në ujë ndërsa po lahej. Ai vuri re se niveli ujë rritej kur ai hynte në vask dhe menjëherë e kuptoi se kjo mund të përdorej për të matur volumin e objekteve me forma të parregullta. Kështu lindi parimi i Arkimedit, një nga ligjet themelore të fizikës që përcakton se një trup i zhytur në një lëng përjeton një forcë ngritëse të barabartë me peshën e lëngut të zhvendosur përtej tij. Por përtej zbulimit shkencor, Eureka është më shumë se një burim triumfi. Është momenti kur mendja njerëzore ka përcen errësirën e së panjohures dhe prek dritën e dijes. Është ai çast genial kur e vërteta shfaqet papritmas si një rufe ndriçuese në errësirën e të pakuptueshmes. Momentet Eureka janë gjithmonë shprehje të një ndjesie të papritur të kuptimit të thellë që shfaqet kur individi ose shoqëria kap një ide të re, një zgjidhje për një problem të vjetër ose një risi që sjell ndryshim. Në kontekstin e jetës sonë moderne, ku mendimi dhe teknologjia po bëhen gjithnjë më të fuqishme dhe ndihmojnë në përballimin e sfidave të përditshme, momenti Eureka mund të shtrihet në disa dimensione: individuale, shoqërore dhe teknologjike. Eureka përfaqëson çaste vetëdije ku kuptohet një aspekt i jetës që ka qenë i mjegulluar ose i paqartë deri në ato momente. Ky mund të jetë një moment në të cilin një individ kupton qëllimin e tij, zgjidh një konflikt të brendshëm ose arrin një zgjidhje për një problem të gjatë. Në kohët moderne, ku shpesh jemi të mbingarkuar me informacion dhe presione, momentet Eureka janë si një ndriçim që shpërthen errësirën e dyshimeve dhe pasigurisë. Kjo mund të ndodhë në momente të thjeshta si një bisedë me dikë, një udhtim, një reflektim personal apo gjatë përballjes me një sfidë që kërkon një qasje të re. Një individ që ndodhet në kërkim të kuptimit të jetës mund të ketë një moment Eureka kur e kupton se nuk është domosdoshmërisht arritje e qëllimit, por procesi i rritjes dhe mësimit që ka rëndësi në jetë. Ky moment mund të shfaqet si një ndjesi paqeje dhe kuptimi që jep liri dhe orientim jetës. Më gjerë në shoqëri, momenti Eureka janë çaste shndrimi kolektiv, kur grupe njerëzish ose kombe kuptojnë diçka të re që mund të ndryshojë mënyrën se si ata jetojnë së bashku. Shpesh këto mund të ndodhin gjatë periudhave të krizave apo pas një periudhe kërkimi dhe studimi. Në një shoqëri, një moment Eureka mund të lidhet me zbulimin e një ideje të re që sfidon status quo-n ose që përmbush nevojat e aspiratat e atyre që janë në kërkim të një narrative më të mirë shoqërore. Në këtë epokë të teknologjisë së avancuar, momentet Eureka kanë marrë një kuptim të veçantë. Ato lidhen me zbulime shkencore që sjellin përparime të mëdha në jetën tonë. Megjithatë, këto momente shpesh janë më shumë se thjesht një zbulim teknik. Ata janë përkthime të një ideje në një mjet që mund të ndihmojë njerëzit në jetën e përditshme. Në një botë të mbushur me teknologji të fuqishme, si inteligjenca artificiale, robotika, gjenetika dhe mjekësia avancuar, momentet Eureka mund të ndodhin kur teknologjitë e reja ofrojnë zgjidhje për probleme komplekse si ndryshimi i klimës, mbrojtjet cilësore të shëndetit ose sfidat sociale dhe ekonomike. Kjo është një kohë kur mund të shfaqen shumë Eureka, të vogla që përmbledhin hapa të mëdhenj drejt një shoqërie më të vetëdijshme, të shëndetshme dhe më të drejtë. Në këtë epokë të zhvillimit teknologjik dhe të pasurimit të mendjeve njerëzore, çdo Eureka është një mundësi për të reflektuar mbi çfarë kemi arritur dhe çfarë mund të bëjmë më shumë për të përmirësuar jetën tonë, shoqërinë dhe botën përreth nesh.